ka ndërhyrë kryeministri Edi Rama për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit për çështjen Balluku. Si garantoni qytetarët se SPAK-u zbaton të njëjtin standard ndaj çdo zyrtari? Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitjen ato për ndjekje penale në organin kompetent. Deputetja Elda Hoti, në Komisionin për Nisma Qytetare, ka deklaruar se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë në SPAK për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku për çështjen e saj. Kreu i SPAK-ut Klodian Braho, pas konstatimeve të deputetes, u shpreh se nëse ka prova për ndërhyrjen e kryeministrit, t'i depozitojë ato për ndjekje penale para organit kompetent, pasi të gjithë janë të barabartë para ligjit. Elda Hoti: a ka ndërhyrë kryeministri Edi Rama për të shtyrë deri në shtator zbatimin e ligjit për çështjen Balluku? Klodian Braho: sa i përket ndërhyrjes së Ramës, nëse keni prova, paraqitni ato në organin kompetent, janë të gjithë të barabartë para ligjit.